Mirëmbrëma shikues të emisionit Doktor Plus, mirë se po takohemi sërish edhe në këtë javë. Sonte në kuadër të emisionit do të diskutojmë për dioptrinë e syve. Se çfarë është ajo, si matet dhe cilat janë shenjat më të zakonshme të problemeve me dioptri, do i diskutoj me oftalmologun Endret Sheremeti. Doktor, faleminderit shumë që je pjesë e emisionit Doktor Plus. Mirëmbrëma, faleminderit për ftesën. Doktor, penisim fillimisht me dioptrinë. Çfarë është dioptria dhe çfarë përfaqëson ajo në funksionimin e shikimit? Po, nëse marrim syrin si organ, ai është një aparat optik apo një aparat refraktor. Puna apo detyra e synit është rrezet e dritës mi fokusu në retinë. Kështu krijohet ai imazhi apo fotografia e qartë dhe pacienti ka shikim të qartë. Nëse në këtë proces të përqendrimit të rrezeve të dritës në retinë, që është pjesa e pasme e synit, kemi një pengesë apo një abnormalitet ku rrezet e dritës nuk fokusohen direkt në retinë, fokusohen para saj apo prapa saj, atëherë na shfaqet problemet refraktore. Pra dioptria si term apo si koncept është një simatse e kësaj fuqie refraktore të syrit. Ndërsa si ndikon forma e syrit në dioptrinë që ne mundemi me pas? Po, forma e syrit ndikon shumë në dioptrinë që ka pacienti. Janë dy faktorë që ndikojnë në dioptrinë e syve. Një është, siç e përmendëm, fuqia refraktore e synit, apo aftësia për mi thy rrezet e dritës, edhe tjetra është forma e syrit apo madhësia e syrit. Një sy që është i madh, më i madh që ka dimensione më të mëdha se sa është norma, atëherë ka predispozitë të shkon nga dioptria minus, kurse një sy që është më i vogël se norma, atëherë ka predispozitë të shkojë nga dioptria plus. A mund të themi që ndonjëra nga këto dyja janë më të rënda? Po, varësisht prej moshës së pacientit. Një dioptri minus është më pak problematike në atë periudhën e zhvillimit të shikimit, kurse një dioptri plus është më problematike, kërkon vëmendje më të veçantë në diagnostifikim edhe në trajtim, sidomos në fazën e hershme, në fëmijërinë e hershme. Cila është dioptria normale dhe si mund të përcaktuar nga devijimi nga norma? Po, kjo pyetje është pak pyetje e gjerë. Për neve si mjek, një dioptri abnormale është çdo dioptri e cila në qoftë se nuk trajtohet, atëherë ka pasoja në zhvillimin e shikimit. Për shembull, nëse flasim për dioptri minus apo miopin, deri në -6, ne si mjek e konsiderojmë dioptri normale. Kur kjo dioptri minus e kalon -6, atëherë dioptria konsiderohet patologjike edhe presim me pas ose pengesa në zhvillimin e shikimit ose pengesa në pjesën e pasme, pra në retinë, ndryshime të patologjike që vijnë me këtë dioptri. Njëjtë vlen edhe për dioptrinë plus apo hipermetropin, kur kjo dioptri është e madhe, sidomos tek fëmijët, kur kalon dioptrinë plus 4, si një kufi nëse e marrim, atëherë predispozon pengesa në zhvillimin e shikimit. Po këtu luajnë rol shumë faktorë. Për shembull, një faktor është edhe a është e njëjtë dioptria në të dy sytë. Kur të dy sytë e kanë dioptrinë e njëjtë apo prafërsisht të njëjtë, atëherë është më e tolerueshme. Edhe shanca për me shkaktu pengesa në zhvillimin e shikimit është më e vogël. Kur dioptria dallon për njëri sy, atëherë duhet me pas më kujdes, sepse edhe një dioptri shumë e vogël në njërin sy, do të thonë një dallim, një dioptri e vogël, por që nuk është e barabartë në të dy sytë, atëherë ka pasoja. Kështu që ka shumë faktorë që ndikojnë në këtë aspekt. A preferohet kontrolli i syve të jetë edhe pa pasur pengesa në dioptri? Po, gjithsesi. Jo çdo dioptri jep menjëherë simptoma siç është për shembull pengesa në shikim. Nëse flasim për dioptrin plus, hipermetropin, plot pacient, plot fëmijë për shembull, shikimin për larg e kanë shumë të mirë, nuk kanë pengesa, po ajo dioptri jep pengesa tjera gjatë punës, gjatë leximit, gjatë kur fëmijë i bën detyrat, jep kokëdhimbje dhe jep shpërqendrim, jep presion në regionin e ballit apo në regionin e syve. Edhe kështu fëmiu mund të ngecë mbrapa në mësime
edhe nuk janë kohët prindve. Kështu që është shumë e rëndësishme që edhe nëse pacienti ka shikimin shumë të mirë prapë mu kontrollu te oftalmologu për mi identifiku këto probleme. Doktor, të ndalemi tek llojet e çrregullimit të dioptrisë. A mund të na i përmendësh dhe të na i zërësh secilin nga pak se çfarë është dhe çfarë funksioni kryejnë? Kryesisht këto problemet refraktare janë 3 lloje, është miopia apo dioptria minus, është hipermetropia apo dioptria plus dhe është astigmatizmi apo dioptria me cilindër. Gjitha këto janë probleme refraktare, varësisht prej formës së syrit dhe fuqisë refraktare të tij. Tek miopia apo dioptria minus, siç e përmendëm edhe më herët, rrezet e dritës thehen përpara retinës, edhe duhet thjerza, gjam, minus për t'i fokusuar ato rreze në retinë për të qenë shikimi i qartë. Te hipermetropia ndodhe kundërta, rrezet e dritës thehen mbrapa retinës, dhe duhet një gjam plus, apo gjam konveks, i thojmë ne, për mi përqëndru në retinë. Kurse tek astigmatizmi mundemi mi paramendu synin si një sferë e rregullt, po mundet mi paramendu si një, për shembull nëse një dioptri pa astigmatizëm është një sferë e rregullt, një top i futbollit nëse e paramendojmë, atëherë astigmatizmi syri merr formën pak më vezake, domethënë mundemi paramendu topin e futbollit amerikan apo rugby që quhet, domethënë aty i kemi rrezet e dritës i kanë 2 fokuse në meridiane të ndryshme. Dhe për arsye se rrezet e dritës thehen në 2 fokuse në 2 meridiane të ndryshme, atëherë pacienti ka çrregullim të kualitetit të shikimit. Ai sheh shkronjat me hije, shkronjat ishe të dyfishune, të deformune, edhe në këtë rast përshkrimi i syzave apo lenteve të kontaktit i eliminon ato probleme. Rregull, doktor, të ndalemi pak edhe tek presbiopia. A lidhet me moshën dhe dioptrinë dhe me na shpjegoj pak se çfarë është? Po. Edhe presbiopia është një problem refraktar që vjen në mënyrë natyrale kur një person kalon në moshën prej 45 vjeç edhe të lartë. Domethënë kur arrin në moshën 45 vjeçare, fillojnë problemet për afër, edhe shfaqet nevoja për syze të leximit. Çdo person i cili gjatë jetës nuk ka nevojë për syza, kur arrin këtë moshë duhet syza të leximit. Problemi këtu qëndron tek kristalini apo lensi i syrit dhe komplet ai procesi që ne e quajmë akomodim. Domethënë ky proces ngadalsohet me moshë, edhe nëse e paramendojmë synin si një aparat i cili kur prej fotografisë në larg përqendrohemi në fotografinë afër, ai procesi që bën një si aparati edhe syni e ka shumë të shpejtë, mirë po me moshë ky proces ngadalsohet edhe syni në një farë forme kërkon ndihmë për të fokusuar në afërsi. Si rekomandoni personat mbi moshën 45 vjeçare të vendosin syza, ose diçka tjetër se ka persona që i hezitojnë mi vënu? Po, siç e përmenda edhe më herët, çdo person ka nevojë për syza për afër kur arrin. Shumica e personave ka nevojë kur arrin këtë moshë. Tash se sa herë shfaqet kjo nevojë është pak individuale, nuk është caktuar në fiks në moshën 45 vjeçare, te disa persona shfaqet më herët, 40, 42. Te disa persona shfaqet më vonë, deri në moshën 50 vjeçare pacienti shikon afër pa problem. Domethënë është individuale dhe varet shumë prej kërkesave të pacientit. Nëse një pacient me profesion, puna e tij lidhet me punën në kompjuter apo gjatë gjithë ditës ka punë në kompjuter apo në puna e tij lidhet domethënë në afërsi, atëherë normal që kërkesat e tij janë shumë më të mëdha. Një person i cili nuk lidhet me profesioni i tij, nuk lidhet, atëherë ai e shtyn në një moshë më të largët për të ardhur tek ne dhe për të kërkuar ndihmë. Po, doktor, si matet edhe si diagnostikohet secili prej këtyre çrregullimeve? Po, këto çrregullime me tashmë avancimin e teknologjisë dhe puna neve si mjek është lehtësuar mjaft. Përpara
këto matje janë bërë në mënyrë klasike me gjama, tash e kemi aparatura të avancume, aparatura cila mat dioptrinë është autorefraktometri. Ai mat në mënyrë automatike, në mënyrë digjitale, gjithë këtë fuqinë refraktare të synit dhe atë na objektivizon, na printon neve në letër. Përveç autorefraktometrisë, aparati na jep edhe shumë dhëna tjera, si për shembull që është keratometria. Keratometria është se sa e thepisun është kornea e synit. Edhe kjo ndikon direkt në dioptrinë dhe ndikon direkt në përshkrimin që bëjmë ne tek syze. Dhe kështu me këto matje që i bëjmë na përmes aparaturave, pastaj këto matje gjitha kalojnë në foropter. Foropteri është aparat që na ndihmon neve atë korrigjim të aparatit të parë, me vendos direkt në korrigjimin e pacientit, me pa sa po sheh pacienti, dhe pastaj ne modifikojmë këtë korrigjim. Normal se korrigjimi final gjithmonë varet prej mjekut e jo prej aparatit. Edhe derisa të mbërrim tek korrigjimi final. Të ndalemi pak edhe tek pirdhja e syrit. A mund të na i tregosh cilat janë simptomat e para tek pirdhjes së syrit dhe si bëhet intervenimi i saj për heqjen e saj? Po, pirdhja e synit, siç njihet në popullat, me terma mjekësor quhet katarakta. Katarakta është një problem që shfaqet për shkak të moshës, apo edhe problemeve tjera, domethënë që nuk lidhen me moshën, siç janë përdorimi i barnave të ndryshëm, sëmundje të ndryshme metabolike, siç është diabeti. Sa i përket simptomave, katarakta jep dobësim gradual të shikimit, që ndonjëherë edhe pacienti e ka shumë vështirë mi dallu, derisa të mërrin në atë nivel ku kërkesat e tij nuk mbushen. Ka probleme me funksionu në aktivitetet e tij gjatë ditës. Përveç pengesave në shikim, jep ulje të kontrastit, ulje të detektimit të saktë të ngjyrave, pengesave kur pacienti qëndron në ambient me ndriçim të madh, e kështu me radhë. Trajtimi i kataraktës është kryesisht trajtim kirurgjik. Shpesh pacientët na pyesin a ka ndonjë formë tjetër për mi trajtu përveç kirurgjisë. Fatkeqësisht nuk ka arrit shkenca me bë diçka që mi prevenu kirurgjinë. Operacioni i kataraktës është bëhet me metodën fakoemulsifikim. Unë si pjesë, si mjek i klinikës Kubati, qendrës llaserike të syrit Kubati, ne këto operacioni i kryjmë në qendrën kryesore që është në Prishtinë, në spitalin e madh. Edhe prej regioneve, pikave tjera të regioneve, pacientët që vinë me katarakt drejtohen fillimisht tek ne, pastaj ne udhëzojmë në qendrën kryesore në Prishtinë ku aty kryhen intervenimet. Tani në pikën e re, që është hap në Ferizaj, normal rajoni i Ferizajit ka shumë persona që janë paraqitur dhe vazhdojnë të paraqiten me këtë problem. Katarakt është një patologji mjaft e shpeshtë, edhe ne bëjmë atë ekzaminimin parësor të këta pacient, llojin e kataraktës, sa po i pengon pacientin në shikim, shikojmë edhe për sëmundje tjera shoqëruese. Dhe pastaj pasi kompletohet gjithë pacienti me gjithë këto ekzaminime, atëherë udhëzohet në qendrën kryesore që është në Prishtinë. Të ndalemi pak edhe tek shkaqet apo faktorët ndikues që shkaktojnë ndryshimin e dioptrisë. Nga varet kjo? Nga gjenetika, mjedise apo nga çka? Po. Formimi i dioptrisë është një fenomen multifaktorial, domethënë shumë faktorë ndikojnë në zhvillimin e dioptrisë. Si që përmendë edhe te, ndikon gjenetika, gjithsesi, prindërit që ka nevojë për syze, normal që edhe jo domosdoshmërisht, po fëmijët e tyre shanca është më e madhe që edhe ata të kenë nevojë për syze. Përveç gjenetikës ndikon edhe faktorë tjerë mjedisor që trupi i ekspozohet gjatë rritjes. Siç është ushqimi, aktiviteti fizik, puna në afërsi që fëmiu i ekspozohet gjatë rritjes, e kështu me radhë.
Në rregull. Po tek ndikimi i tepërt pra i teknologjisë, tek moshat, i përmendje dhe moshat, përveç moshave të reja, edhe tek të vjetrit e përmendëm edhe më herët që mbi moshën 45 vjeçare mund të kemë pengesa. Por çfarë i rekomandon për fëmijët? Të kontrollohen më herët se kanë moshën e re? Gjithsesi, shumë është e rëndësishme prindërit që t'i dërgojnë fëmijët e tyre në kontrolla bazike oftalmologjike sa më herët që është e mundur. Preferohet gjithsesi para moshës 3 vjeçare të bëhet një kontroll, të shikohet nëse ka ndonjë problem, siç është për shembull devijimi i syve, nëse ka nevojë për dioptri, që të intervenohet sa më herët, që të parandalohet mos zhvillimi i shikimit apo me terma mjekësor ambliopia apo syri dembel që quhet në popullat. Kjo është në fakt problemi kryesor tek fëmijët. Periudha kur zhvillohet shikimi, zgjat prej lindjes deri në moshën prafërsisht diku 10 vjeçare. Nëse fëmiu ka një problem në këtë periudhë dhe nuk trajtohet si duhet, atëherë ka më pas pasoja. Ka më syni ka më mbet dembel, edhe nëse kalohet kjo periudhë dhe nuk intervenohet, atëherë ajo gjendje është definitive dhe nuk ka kthem mbrapa. Nuk ka kthem mbrapa. Në rregull, sa shpesh rekomandohet të bëhet kontrolli i syve për personat që janë me dioptri? Varet prej llojit të dioptrisë, varet prej a ka sëmundje tjera shoqëruese, varet se sa është stabile dioptria. Një person që ka një dioptri të zakonshme që hasim shpesh, që nuk ka sëmundje tjera shoqëruese, që shohim që është i kënaqur me syze, që shohim që dioptria nuk po përparon, nuk po ec, atëherë i rekomandojmë një herë në vit të bëhen kontrollat. Mjafton një herë në vit, mjafton. Nëse pacienti ka probleme tjera shoqëruese, sëmundje tjera të syrit, atëherë normal që duhet më shpesh. Te fëmijët për shembull rekomandohen kontrolla më të shpeshta, siç e përmenda atë fazën kritike që është 10 vitet e para të jetës, të bën kontrolla më të shpeshta. Ndonjëherë çdo 6 muaj, ndonjëherë në rastet më të rënda edhe çdo 2 apo 3 muaj. Cilat janë mënyrat më efektive për korrigjimin e dioptrisë? Po, nëse flasim për metodat se si ne mund t'i korrigjojmë dioptrinë, i kemi 2 grupe të mëdha të metodave. Grupi i parë është metodat klasike apo konservative apo jo kirurgjike, edhe grupi i dytë që janë metodat kirurgjike. Në grupin e parë, metoda më vjetër, më klasike, më zakonshme janë syzet. I përshkruajmë syzet. Metoda e dytë është alternativë ndaj syzeve, janë thjerrzat e kontaktit, që mund të jenë të llojeve të ndryshme, që janë thjerrza të buta, thjerrza gjysmë të forta apo thjerrza të forta, varësisht prej llojit të dioptrisë dhe problemit të syve. Kurse nëse flasim për grupin e dytë, për metodat kirurgjike, atëherë kemi kryesisht dy metoda. Është korrigjimi laserik i dioptrisë, edhe korrigjimi i dioptrisë përmes implantimit të thjerrzave me shumë fokuse. Tash nëse flasim për këto 2 metodat kirurgjike, në klinikën tonë Kubati, siç e dim tashmë, eliminimi i dioptrisë është një procedurë që bëhet që një kohë të gjatë, domethënë eksperiencë mbi 10 vite edhe më shumë. Tashmë me përparimin e teknologjisë edhe është lehtësuar edhe më shumë kjo procedurë, me arritjen e lasereve të ri, me avancimin e metodave se si kryhet ky eliminimi i dioptrisë, është thjeshtësuar shumë. Metodat e reja që ne i bëjmë është komplet, domethënë pa prekje, është metodë shumë e sigurt e eliminimit të dioptrisë, rikuperimi është shumë më i shpejtë, bëhet gjitha në mënyrë automatike, edhe gjithë pacientët që vinë tek ne, tashmë edhe në pikën tonë të re në Ferizaj, që kanë interesim për t'i eliminu dioptrinë, edhe tash me avancimin e teknologjisë është bërë edhe më lehtë që
t'i japim një përgjigje pacientit pa pas nevojë të shkojmë në qendrën e madhe që është në një Prishtinë. Ne mujmë i bën një ekzaminim edhe mi jap pak a shumë pacientit një përgjigje se a është e mundur të eliminohet dioptria të ai person apo jo. Edhe pastaj nëse shohim që është kandidat i përshtatshëm, atëherë menjëherë udhëzohet në qendrën e madhe ku kryen ato intervenime dhe eliminohet dioptria. A mund të na bësh krahasimin në përmirësimin, domethënë dioptrisë mes syzeve dhe lenteve? Po, dyat janë alternativa, siç e përmenda, klasike, konservative të korrigjimit të dioptrisë. Varësisht prej nevojave të pacientit, mund të përshkruajmë syze apo lente. Preferencat e pacientëve që kërkojnë lente kryesisht janë sportistët, janë pacientët që kanë një farë forme pengesa fizike gjatë mbajtjes së syzeve. Po ashtu janë edhe disa sëmundje të syrit që neve na pamundson përshkrimin e syzeve. Këto raste, në fakt, thjerëzat e kontaktit janë vetmja, në disa raste janë vetmja mënyrë për të korrigju shikimin. A është e mundur të stabilizohet ose të ulët dioptria pa ndërhyrje kirurgjikale? Nëse flasim për ndalimin e asaj kursit natyror që e ka dioptria të rritjes së saj, atëherë është shumë e vështirë me ndiku edhe ne si mjek edhe pacienti vet. Ne mujmë mi ngadalësu atë proces në një farë shkallë, për shembull një fëmijë, një personat që kanë dioptri minus, dioptria minus rritet, është proces natyror, nuk mundemi ne mi ndalë. Mirë po mujmë mi ngadalësu këtë rritje, duke kufizu kohën në teknologji, duke kufizu kohën në telefon, në kompjuter, laptop, dhe duke rritë domethënë aktivitetet fizike jashtë në ambient të hapur, në ambient në natyrë, kështu mundemi me ndiku pak mu ngadalësu kjo rritje. Mirë po mundal komplet nuk mundemi. Për atë arsye edhe kur ne një pacient kërkon eliminimin e dioptrisë, është shumë e rëndësishme që së pari të vlerësohet edhe të mirët vendimi që dioptria është ndalë, është stabilizu, që kryesisht ndodh në moshën 20 vjeçare. Kur pacienti arrin moshën 20 vjeçare, në 90% rasteve dioptria stabilizohet vetë. Pastaj ne mund të mendojmë për metoda tjera për mi korrigju dioptrinë. Doktor, të ndalemi pak edhe tek dioptria e pasaktë. Si ndikon kjo në përqendrimin e një personi? Ndikon shumë, varësisht çfarë forme ka ndodha i përshkrimi pasakt i syzeve. Varet prej dioptrisë, për shembull të personat me dioptri minus, nëse syzet shkruhen më shumë sa që duhen, atëherë ai pacient ka më pas pengesa në afërsi. Ka më pas kokëdhimbje, ka më pas lodhje të syve, shpërqendrim, kështu me radhë. Nëse dioptria minus shkruhet me pak sa që duhet, atëherë ai ka më pas pengesa në largësi. E kundërta vlen për hipermetropin apo dioptrin plus. Nëse dioptria plus shkruhet më shumë se sa që duhet, atëherë ai pacient ka më pas pengesa në largësi. Kurse nëse shkruhet më pak sa që duhet, atëherë pengesat kanë më qenë në afërsi. Ne si mjek i përdorim disa metoda për mi prevenu këto probleme. Një është cikloplegjia apo vendosja pikave ekzaminuese për dioptri. Pas cikloplegjisë matjet janë shumë të sakta edhe mundësia për me gabu është gati minimale. Po ashtu kemi edhe metoda tjera, siç janë testet ndryshme që ne i bëjmë në klinik edhe mundohemi të prevenojmë këto probleme. Doktor, të ndalemi pak të shërbimet e ordinancës pra qendrës laserike Kubati. Shërbimet që ju i kryen pacientët që kanë nevojë të vinë, si mund të adresohen tek ju? Pacientët e ne mund të adresohen në shumë mënyra, ma thjeshta më ardh direkt në klinikën tonë, mu prezantu atë, me kërku shërbimin që ka nevojë, mund të adresohen përmes
telefonit, nëse ka ndonjë pyetje, normal në recepcion, mund të adresohen përmes rrjeteve sociale, përveç faqeve që i kemi ne në rrjetet sociale, kështu me radhë. Sa i përket shërbimeve që ne ofrojmë, si në pika tjera në gjithë Kosovën edhe tash në pikën e re në Ferizaj, ofron të gjitha shërbimet oftalmologjike, duke përjashtuar shërbimet kirurgjike, cilat kryhen në qendrën kryesore në Prishtinë. Për këtë arsye, për çfarëdo problemi oftalmologjik, pacientët mund të drejtohen tek ne, ku bëhet një ekzaminim i përgjithshëm, një ekzaminim i detajzuar i syve, identifikohet problemi dhe pastaj trajtohet apo udhëzohet në qendrën, varësisht prej gjendjes së pacientit, udhëzohet në qendrën në Prishtinë. Doktor, faleminderit shumë për krejt këto informacione dhe këshilla sa i përket dioptrisë së syre dhe hapjes së re së pikës së qendrës laserike Kubati në Ferizaj. Faleminderit. Shikues të nderuar, kaq kishim sa i përket këtij emisioni. Natën e mirë dhe mirupafshim.